Të kanaleve sport jemi bashkë me sfidën e Gjiros të 34 në Superligën e Kosovës në futboll. Do të përcjellim bashkë duelin mes të Suharekës dhe Llapit. Në plan të balit është Tahir Batatina. Topi mbetur në zonë, mundësia është e mirë për skuadrën e Suharekës. Kjo gjuajtje që devijohet 1-0. Realizon Suhareka 1 minutë e gjysmë lojë. Jakub Berisha. Sa shpejt bllokohet kjo përballje. Gol 8 i rëndësishëm për skuadrën e Suharekës. Shteti qeti ulur në stol Mirel Ljosa. Në shtyllën e parë goditja 1-1. Barazon Arjanit Hasani. Minuta 16. Nuk arriti ta mbronte si duhej këtë goditje këndi skuadra Suharekës dhe Llapi del të kthehet. Topi miri me Mollës është Berisha që provon me pasimin të Zeka. Mundësia tani në qendër, kjo goditje bllokohet. Largohet rreziku në vijim. Susuri. Posita duket e rregullt. Zeka goditja. Offside. Nuk vlen goli. Nuk duket që është offside Zeka. Shohim se çfarë vendimi do të marrin në VAR dhe është gol 2-1 për Suharekën. Mevlan Zeka. Lëvizja mashtruese, vazhdon ta mbajë, rrotullohet topi me djathën, provon Bytyçi në travers. Shansi tani dy lojtarë të Llapit të rrëzuar, por gjyqtari bën me shenjë që të ngrihen, nuk ka penallti. Tjetër travers e goditur nga skuadra e Llapit. Sigur se Hamdin Amani në minutën e 39, tani në të 50. Krasniqi brenda zonës. Shërbimi i tij, rasti për golin e tretë. Shansi vazhdon me topin, këtu një ndërhyrje dhe penallti nuk ka, thot gjyqtari. Kjo ishte ndërhyrja e Landrit Ramës. Ndaj Susurit, asnjë kontakt me topin nuk e ka mbrojtësi Llapit. Penalti për Suharekën. Tani është momentit, shohim. Zeka, Çorić, topi kthyer. Zeka 3-1. Minuta 74. Suhareka avancon me 2 gola përballë Llapit. Rast shumë i mirë ishte për Suharekën. Hoxha. Shmanget, krijon hapësirë. Futet në zonë. Hoxha, mundësia çka ka humbur. Mevlan Zeka. Rasti ishte ideal për të kompletuar hat-trickun. Pasimi në qendër për Çeon. Topi dhënë tani në zonë, kjo e Majt, Avdi Metaj, topi mbetur aty, Tahiri shënon. 3-2. Ja si ndryshon një ndeshje. Nga rasti për shënuar golin e 4 të Suharekës, Mevlan Zeka fali skuadrën e Llapit dhe Tahiri në vijim ngushton shifra 3-2. Heri shohim edhe njerë goditja me të majtën nga Gashiani dhe më pasaj pritja e Metajt, por topi mbeti. Shemundësim brenda zonës, i kthyer në qendër ai top, devijimi Çorić. Ka shmangur golin e 4 të Suharekës. Një tjetër pamje. Prekje në këmbë njerë nga Rama, pasaj edhe me dore ka prekur topin. Shumë se si do të interpretohet kjo. Parpamjet është kthyer në teren dhe ka penallti për Suharekën e dyta. Të shohim, niset Mevlan Zeka, realizon për 4-2. Çorić arriti ta kupton të ekran, por nuk ja doli ta ndalte atë gjuajtje. Çeon ndërpritet pasimi dhe këtu e mbyll sfidën Alban Shala. Suhareka fiton 4-2 përballë Llapit, një fitore që i mundson të ngjitet në kuotën e 39 pikëve skuadrës